ndonjëherë zgjohemi dhe pyesim veten, çfarë ishte ajo ëndër kaq e çuditshme? Psikologjia thot se ëndrat nuk janë rastësore. Ato janë mënyra si truri përpunon emocionet, stresin, kujtimet dhe frikrat që gjatë ditës i mbajnë të fshehura. Kur flem, sidomos në fazën REM, pjesa emocionale e trurit bëhet shumë aktive, ndërsa logjika dobësohet. Prandaj në ëndra gjithçka duket normale, edhe kur është absurde. Mund të shohësh njerëz që si ke takuar prej vitesh, vende që nuk ekzistojnë, ose situata që nuk kanë asnjë kuptim. Por në të vërtetë, truri po bashkon copëza kujtimesh, emocionesh dhe mendimesh të fshehura. Shpesh, ëndrat e çuditshme shfaqen kur je i lodhur emocionalisht, kur ke ankth, kur mendon shumë, ose kur po kalon diçka që nuk e shpreh dot me fjalë. Disa psikologë besojnë se ëndrat janë pasqyra e nënvetëdijes, jo për të parashikuar të ardhmen, por për të treguar atë që po ndodh brenda teje. Ndoshta për këtë arsye, disa ëndra na prekin aq shumë. Sepse nuk flasin me logjik, flasin me emocione,